fëmijës që i lembrohet si shpesh temperatura. Që është të nejtë temperatura i lembrohet. Shkem 5 sat i lembrohet më njerë temperatura. Shkon në për mjek, në për sejnë e këshi s'ka problem. Dhe më thonë që e qka është, më thonë, a mund me kom për mësishit kjo që i lembrohet shpesh temperatura? A mund me ndiku për siklit nënës babës me shku të fëmija, shetoni mi babës vejse? Dhe për me tasoj, edhe dyta pitja është, a është simptomi i siklit, ose punë e shetanit, njerit që i vim për shimull, pse mu më bëjnë dam, unë kërkujna si kam bëjnë dam, shërë si bëjnë kërkujna, mu më bëjnë shërë. A mërë është, mu, si di pse ma bëjnë mu këtë punë, kërkujna këtë që i kam bëjnë. Edhe çdo herë ne si demoralizum, a është kjo një çfarë vesvese e shetani që ke bëjnë njerit? Edhe së rahat, për shembull, i në shpi probleme, lindin, sene, me të familjes, kacafitët, bota, kupton, e këtë simptome... Mas pare do të thënë pyetje rreth fëmijës për shembull temperatura nëse paraqitet. Ka mundësi më konë kjo e prej mësyshit. Për atë mirë është domethënë mi bëhet dua domethënë kundër mësyshit, sikur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bërë për nipat e vet. Që të mbrohet prej mësyshit. Mirë po, sikur që thamë, ka njerë mësyshi ka mundësi më konë edhe më i fortë si sihri. Se në hadith ka ardhen, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonën el ainu hak. Syri është hak, vërtet, realitet. Pastaj ka ardhur hadith ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më shumë ti njerëzish ka vdesin pas kaderit të Allahut subhanahu vdesin prej mësyshit. Syri aq ka mundësi me depërtuon edhe mi bë problem personit që njëri mos smut katastrofë dhe me vdekje. Edhe rritja e temperaturës, lalem, ka mundësi më konon, nuk do të thonë se është simptom, mirë po nuk do të thonë se sa herë është. Mirë po nëse shpesh i ndodh, ka mundësi më konon edhe prej mësyshit. Prej mësyshit, tjene, mirë është me thonë mbrojtjen, A'udhu bi kelimatillahi tamme min kulli shaytanin wa hammin min kulli ainin lamme, që kjo është dua e cila ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nipat e vet. Edhe këtë mënyrë domethënë me ballë ti. Spiritu Allah subhanahu wa taala me mbrojtjen prej mësyshit. Unë më kujtohet një rast tash së shpejtë e kam pasur. Vajza prin 6 vjet është smut. Edhe me mjek njëjti rast ka vërtetuar se është epilepsi. Mirë po është e mësysh, pi mësyshit, po smut. Nuk është e mundshme mi bë sihr dikujt në 6 vjet kur i ka. Nuk është e mundshme. Edhe thët sa artët kur më lezon rukje, thët e shoni sy. Që normal, duken ato, simptomet duken sa herë. Edhe në këtë rast, vërtetohet se ka mësysh. Se thët më liviz diçka në për trup, thët më silën men, thët kjo dora, thët më kapet, thët që syri është aq i fort, që ka mundësi dhe me blokunje. Nëse dikush që blokohesh komplet. Thojmë pa është paralizu personi, mirë po, kur i lexohet rukja është lëmë. Kjo tregon se është prej sihrit, prej syrit është. Sikur atë sahabiun i cilën e kanë marrë mësysh sahabët, që ka pas likurën e mirë kështu me radhë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thënë nëse dikush e sheh i pëlqen diçka, fel yubarik fihi. Thonë ti lipe bereqet për ta, të bëj dua për ta. Ne thot mashallah, kështu me radhë. Rritja e temperaturës është një prej simptomeve të fëmijëve të mësyshit. Mirë po, nëse nuk ka pengesa të tjera, për shembull nuk kanë shumë, ose se zakonisht kur i dhem diçka edhe kanë shumë. Edhe nuk i ndalet kajtme, ajo tregon se mësyshi është pak më i fortë. Edhe e shqetëson shumë, edhe para do të më lexoj rukje. Bidni la ta. Kjo është. Kjo ditë ose me këtë person kjo ka mundësi më konën edhe kur hyn namaz për shembull, nuk falet namaz për shkak se shumë kanë. Loti dolin shumë. Këtë çdo simptomet ekzistojnë, por kur fal namaz i lindë kajt më shumë, me kajt. Edhe kur tregon situatën i lind si mërzim, lëf. A di në atë aspekt se kur çdo si kam bëu, pse mu më bën e kush. Në fund në dallë si kam bëu. A di janë dosë. Pyetja e dytë është derisa nuk vërtetohet se ky person ai ka të bëjë me sihr, ajo është nëpërmes rukjes. Do të më bëj testin edhe me vërtetu se me të vërtet a ka
sihr. Nëse reagon për shembull me jetët e sihrit, atëherë dim se ka sihr. Dhe kështu do të thonë se njeri I cili I ka këto probleme, nuk do të thonë se është donjëherë është sihr, ka mundësi më konë ndikimi I shejtanit më I madh tek I personit, për shkak se herë do të thonë mundohet të falet, herë ka vezvese, dhe më problemi më I madh është kur njeriu I ndëgjon vezveset e shejtanit. Mos I ndëgjoj vezveset e shejtanit, largoj. Po, largoj. Pa I më janë zëvan në kemi në shejtanin, ne zgjon festaj të bila, kur është si shejtani ngacmon, bana udhu billahi min ash-shaytanir rajim. E ti kur ja nis mi ndëgju vezveset e shejtanit, ai shejtani më shon një vezvese sa tash në një vezvese tjetër. Se kur ti e refuzon dhe jam shel derën e shejtanit, automatikisht ai mos ka shansa me departu te ti dhe me të bëj vezvese. E kjo më shumë ti është vezvesja. Kjo është sikur për shembull shumica e njerëzve vinë te unë, thot, vallahi thot, puna s'po më shkon. Se çka më janis, kaj thot, kuç po shkon. Se më duket se më ka bë dikush. Ja bëj testin unë, s'ka kur gjë. Ja përsëriti 2 herë, përsëriti 3 herë, s'ki me kur gjë. S'ki kur far lëvizje. S'ka bë kurkush. Ti mendon se kjo është vezvese. Edhe nështë Allahu subhanahu wa taala çaqe ka caktu. Që është caktimi Allahu subhanahu wa taala çaq me pas rrezik. Rasti tjetër për shembull, martesa. Vjen plot njerëz vinë, valla s'po ndal në fak. S'do të në fak se Allah s'ka caktuar që të më martuti. Ku e din ti, më kanë bas dikush më ka bë. Ja vaj testin, të ndëgjoj Kur'an, të falna, të rregullisht, s'kam kurrë probleme psiqike, ama tamam bëhet puna për njerëz prisht. Kjo do të thonë, edhe I kam thonë në plot veç që janë anku te unë, por alhamdulillah, pasi që I kam këshilluar, thotë s'ka kaluar 1 vit 2, është personi është martuar. Që ka bërë sabër? Allah kur e cakton për shembull çat personin që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, ti nuk mundesh me martuar. Por se çfarë ka caktuar Allah. Ti mundohu, ku e di të cilën vajzë me lipo se nuk bëhet e puna dhe nëse nuk vjen ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është domethënë, kjo është një përvezvese. Për më vërtetu, shkurtimisht, do të më bëj rukje, pasi që vërtetohet se është, edhe mos e vazhdon domethënë mënyra e shërimit biidhnillah taala, sikur që e cekun.